Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit. Jemi në fazën eliminatore. Sot jemi këtu për të zhvilluar një nga fazat më të bukura, sepse jemi me 16 skuadrat finaliste, ato që kanë kaluar fazën e debateve rajonale. Ndaj unë kam kënaqësinë dhe nderin të prezantoj shkollën Abbas Shehu nga Tepelena, një duar trokitje për ta. Dhe në krahun e tyre përballë do të gjejmë shkollën Sami Frashi nga Tirana. Faleminderit. Ju e dini që një nga skuadrat sot do të ketë edhe të drejtën për të vazhduar garën e kampionatit, kështu që unë ju uroj shumë suksese dhe forca të fitoj më i miri. Ndryshe nga faza tjetër, në këtë rast nuk kemi më pikëzim, padyshim që ka një pikëzim, por nuk do të zbulohet, do të zbulojmë vetëm atë që do të vazhdoj garën për fazën tjetër. Pa humbur kohë, unë dua të falenderoj mbi të gjitha ata që bëjnë të mundur zhvillimin e këtij kampionati, këtij edicioni të 8 të Ridibet, sikurse është Gizel Benia përmes projektit të BE për ekonomi qarkulluese dhe qytete të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Një duar trokitje për ata që të bëjnë këtë kampionatin. Dhe sigurisht dua të falenderoj organizatën, shoqatën Liburnetik, që bën të mundur prej 8 vitesh zbatimin e këtij projekti, me stafin e saj, sikurse janë këtu bashkë me mua, edhe padyshim unë falenderoj edhe veten time, sepse jam shumë i përkushtuar edhe ndaj këtij projekti që e zbatojmë prej 8 vitesh tashmë. Kështu që faleminderit. Ky debat i sotëm do të gjykohet dhe do të vlerësohet nga një juri që ndoshta ju edhe mund t'i njihni si imazhe, sepse kemi të bëjmë me Denata Kolën ose Denata Jushin, më fal. Është gazetare pranë shumë medjave të ndryshme, por së fundmi edhe në profesion të lirë, të themi, sepse është dedikuar 100% profesionit si gazetare investigative në raste të veçanta. Përndryshe nuk do të ishte sot me ne, por edhe një kolege jona, kështu që shumë faleminderit që ke pranuar ftesën për të qenë sot pjesë. Nga ana tjetër dua të falenderoj Arold Koxhën, që është pjesë e shoqërisë civile, prej 10 vitesh punon tashmë me të rinjt, vjen nga shoqata PVN. Faleminderit Arold. Dhe padyshim një emër që i rikthehet Ridibet në pozicionin e gjykatëses, Jugerta Bega, pjesë e shoqërisë civile, World Vision, shumë projekteve ndërkombëtare. Faleminderit që pranove të jesh sot me ne. Një duar trokitje për jurin ton, që do bëj vlerësimin sot. Dhe padyshim unë dua të falenderoj edhe mësuesit që ju kanë sjellë sot këtu. Kështu që një duar trokitje edhe për to. Ju e dini që ky kampionat e ka fokusuar dhe ka përqendruar të gjithë tematikën e tij në këtë edicion tek ekonomia qarkulluese, kështu që edhe të gjithë tematikat për të cilat neve debatojmë për sa i përket debateve në grupe, janë pikërisht të përqendruar tek kjo temë. Kështu që do të zbulojmë pak temën për sa i përket debatit të parë, të cilat shohin si protagonistë dhe përballë njëri tjetrit të 8 anëtarët e skuadrave, që do të thotë ne përsërisim, por këto janë rregullat të formatit, të 8 anëtarët duhet të flasin. Mirë? Nga 1 minutë maksimalisht për secilin nga ju. Në momentin që dëgjoni këtë zilën do të thotë që duhet të ndërprisni fjalën. Nuk kemi qenë asnjëherë fiskal për sa i përket respektimit të kohës, por është mirë që ta respektojmë. Tema do të jetë mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese, roli i teknologjisë, e vënë në pikpyetje këtë temë. Është e qartë tema, besoj, ju e njihni tashmë, jeni përgatitur, i keni marrë paketat kërkimore, kështu që e vetmja gjë që na mbetet për të zbuluar është qëndrimi që do të mbani pro ose kundër. Tek globi i vogël do të ftoj një nga anëtarët e shkollës Abbas Shehu, meqense kanë ardhur nga larg, dhe në debatin e dytë do të kenë të drejtën e zgjedhjes shkolla Sami Frashi. Urdhëro. E tregojmë ande nga kamerat, lutem. Pra, skuadra Abbas Shehu në debatin e parë do të mbajë qëndrimin pro, ndërsa shkolla tjetër, Sami Frashi, do të mbajë qëndrimin kundër. Shumë faleminderit, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Pa bërë zhurmë, ju lutem, suksese. Bëhemi gati tani të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Do të fillojë skuadra që mbajnë qëndrimin pro, në këtë rast Abbas Shehu nga Tepelena, dhe do të pasohet pastaj nga shkolla Sami Frashi nga Tirana. Suksese të dyja skuadrave, mund të filloni tani.
Përshëndetje, unë jam Daniela, nxënëse gjimnazit Abbas Shehu të Pelen. Meqense sot po flasim për rolin e teknologjisë, është mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese, pikë së pari më lejoni të them se çfarë kuptoj unë me termin ekonomi qarkulluese. Është një model ekonomik i cili ka për synim të minimizojë mbetjet dhe të maksimizojë burimet ekzistuese. Unë mendoj se ekonomia qarkulluese është një mundësi, teknologjia është një mundësi për këtë, pasi ajo shërben për të përdorur burimet natyrore dhe metalet e çmuara në mënyrë efektive. Një fakt që unë e mbështes opinionin tim, ku unë mbështetem për këtë, është një kompani në Mbretërinë e Bashkuar e cila ka emrin Royal Mint, ku ka ndërtuar një impjant i cili përpunon rreth 4000 ton mbetje në vit, çka do të thënë rreth këtyre 4000 toni janë 2.5 ton argjend, 500 kg ar edhe 1000 ton bakër. Pra, padyshim për mendimin tim, roli i teknologjisë në ekonominë qarkulluese është një mundësi. Përshëndetje gjithë, që më kënë janë Berisha, këtë gjimnazit Sami Frashi dhe lidhe me rezolutën e parashtuar nëse teknologjia përbën mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese, ne si skuadër jemi të qëndrimi që përbën rrezik. Në fakt, në kundërshtim me argumentin e Danielës, do thoya që parimisht ne nuk po flasim për mendime, por po flasim për argumenta konkrete dhe së dyti, duke qenë se ju përmendët se teknologjia shkakton rritjen e eficiencën e burimeve, do thoya të kundërtën që deri në vitin 2030 është parashikuar që plot 5 milion ton mbetje do të shkaktohen nga përdorimi i këtyre teknologjive të avancuar dhe të aplikuar në jetën e përditshme. Ndërkohë, argumenti jon kryesor që kundërshton këtë tezë nga ana jon është fakti që teknologjia shkakton konsum të lartë të energjisë, i cili është një konsum që përkthehet në rritje të emetimit të gazeve serë, si dhe presion të vazhdueshëm ndaj këtyre burimeve, nga ku merret kjo energji, e cila shpeshherë kanë tendencën të jenë burime të papërritshme dhe që kanë potencialin të mbarojnë brenda këtij shekulli. Dhe në fakt një studim apo evidencë që e vërteton këtë së fundmi është sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të vitit 2023, pajisjet energjike kërcituara dhe me inteligjencë artificiale konsumojnë botërisht 460 terawatt energji në orë, që do thotë se kjo shifër mund të pritet të fishohet deri në fund të vitit 2026. E duke qenë se konsumi i lartë i energjisë është i dëmshëm, që keni për thënë për këtë? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Kristofor Shumeli, gjimnazia Abbas Shehu. E respektoj mendimin tënd, por jam kundër, sepse duke pasur parasysh se sa e lidhur është bërjeta hënë me teknologjinë, do të ishte më shumë një mundësi sa rrezik. Një rol të rëndësishëm e luan një pjesë e teknologjisë e cila është inteligjenca artificiale ose AI. AI ndihmon në efikasitetin e zinxhirit të furnizimit dhe ul mbetjet. Siemens, kompania gjermane e elektroshtëpiakeve dhe komponenteve mekanik, përdor AI për të përmirësuar eficiencën energjetike të fabrikës. Gjithashtu, kompania Coca-Cola krijoi pijen e parë në botë me formulë të krijuar nga AI. Kjo metodë uli ndjeshëm në fabrikë mbetjet me 45%. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Sara Tërnofa nga gjimnazi Sami Frashi. Falenderoj Kristoforin për argumentin e dhënë, por do më duhet të kundërshtoj. Inteligjenca artificiale ndoshta është një teknologji tepër e zhvilluar, si pozitivisht ka ndikuar edhe negativisht. Është pikërisht ajo mbetjet e së cilës sot nuk po riciklohen në mënyrën e dur. Kjo lidhet pikërisht me argumentin ton të dytë, i cili është rritjet e mbetjeve elektronike si dhe vështirësinë në riciklimin e tyre. Siç ne vëdim, pajisjet teknologjike kanë një gjatësi të shkurtër. Qoftë kjo fal modës, qoftë fal teknologjisë. Atëherë, kjo do sjellë drejt për së drejtë një grumbullim masiv të mbetjeve elektronike ose siç një ndryshe e mbetjeve. Atëherë, duke njohur këtë, ne themi se dhe riciklimi, që është thelbi i ekonomisë qarkulluese, do të ishte tepër i vështirë. Duke vështirësuar atë, neve mund të shohim se kjo vjen për shkak të përbërjes së tyre, qoftë se lidhet me metale tepër të rralla apo me përmbajtjen e tyre toksike. Sipas një statistikë të shtatistikës në vitin 2020, neve kuptojmë se 62 milion ton të mbledhura në gjithë botën nga mbetjet elektronike nuk u ricikluan të gjitha në mënyrën e dur, vetëm 22.3%. Po këto 77% ku vajten ose në landfille, në mjedis duke e dëmtuar atë, ose në Faleminderit. Përshëndetje, quhem Sabina Beta, e mbështes mendimin tuaj, por nuk jam plotësisht dakord me të. Ju thatë që roli i teknologjisë vjen si rrezik për ekonominë qarkulluese, si pasojë e ndotjes së madhe, megjithëse kemi një rast që kundërshton këtë, dhe këta janë sensorët inteligjentë, të cilët tashmë përdoren me rrezet ultraviolet për perceptimin e mbetjeve si dhe arritjen e grumbullimit të tyre në mënyrë më të shpejtë. Kjo do të thotë që në qoftë se ne arrim të grumbullojmë më shpejt anë të sensorëve inteligjent, kjo do të thotë që do të grumbullohen, do të riciklohen apo do të ripërdoren më shpejt. Kemi rastin konkret të Amsterdamit dhe Seulit, që 50 vitet e fundit kanë treguar faktet se 32%
e mbetjeve tashmë janë zbritur dhe kjo tregon se ekonomia qarkulluese është vendosur në zbatim akoma dhe më mirë. Përshëndetje, jam Mustafa Ra, ju falenderoj për argumentin e dhënë, do të duhet ta kundërshtoj me faktin sepse si fillim ajo që përmendet juve ka kosto shumë të larta, të cilat janë të papërballueshme për shumë shtete, si dhe ka mundësi të lartë për ndotje, çka bie në ndesh me parimet e ekonomisë qarkulluese. Rrjedhimisht ka tek argumenti im ku paraqitet fakti se teknologjia përbën një rrezik për ekonominë qarkulluese, për shkak të varësisë së saj ndaj burimeve të rralla që nxirren në mënyrë të dëmshme. Komponentët teknologjik kërkojnë metale si litiumi, kobalti, që sigurojnë ngazon me standarde të ulta mjedisore, siç është kongo. Sipas UNEP-s, mbi 90% e këtyre elementeve vijnë nga minera që kanë sjellë degradim të thellë të ekosistemeve ku ata bëjnë pjesë. Vetë eksperti Michael Silver ka cilësuar këtë fakt si një paradoks që bie në kundërshtim me parimet e ekonomisë qarkulluese. E si mund të cilësohet teknologjia si një mundësi, kur ajo bazohet në një model që cënon vetë thelbin e qëndrueshmërisë? Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Bora, e respektoj mendimin tuaj, por ekonomia qarkulluese ka baza të forta energjitë e rinovueshme. Dhe në kushtimet e këtyre energjive, teknologjia me zhvillimet e dinamikat e saj në të ardhmen mund të ndihmojë planetin tonë për të përdorur burime 100% të rinovueshme. Për shembull, kemi një fakt konkret të baterive Tesla Powerwall, të cilat punojnë nëpërmjet energjive të rinovueshme, duke reduktuar varësinë nga burimet fosile. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, që Vjosa Pata nga Gjimnazia Sami Frashe, vlerësoj argumentin edhe nga parafolësi, por më duhet ta kundërshtoj pasi sa shtete marrim në konsiderat në vija të trasha përdoren burime të rinovueshme energjetike, sidomos për pajisjet e tyre elektronike, të cilat do të kenë një nevojë më të lartë për përdorim, nëse kemi implementimin e ekonomisë qarkulluese. Dhe këtu dalim tek argumenti im. Në moment që qasja e teknologjisë është pa barabartë nëpër popullata, ekonomia qarkulluese bëhet e pa implementueshme, sepse struktura si sharing economy ka nevojë për një infrastrukturë elektronike shumë të avancuar, ku kemi këtu pajisje elektronike, një qasje e mirë ndaj internetit, pagesa online të transaksioneve që duan edhe dijet e tyre përkatëse, dhe grupet margjinale ose vulnerable ngelin të përjashtuara nga kjo lloj ekonomie. Marrim për shembull, sipas World Watch Economy në vitin 2023, rreth 1/3 e popullsisë botërore nuk kishte qasje ndaj internetit. Dhe në Shqipëri, 20% e popullatës së Shqipërisë nuk ka një qasje ndaj internetit, që do thotë 500.000 banorë të Republikës ngelin të përjashtuar nga kjo lloj ekonomie, që ka e bën atë të pa implementueshme në Shqipëri, dhe më pas flasim për ndërbotën. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Elina. Atëherë respektoj mendimin tuaj, por përveç se influencës që aplikacionet kanë në zgjedhjen e konsumatorëve për blerje, ato gjithashtu kanë influencën në atë që konsumatorët zgjedhin të bëjnë me produktet e vjetra. Një fakt është se aplikacione si iFixit ofrojnë udhëzime për përdorim, duke rritur jetën e produkteve dhe duke reduktuar konsumin. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dea Hoxha nga Gjimnazia Sami Frashe, më duhet të falenderoj parafolëse për argumentin e saj, por më duhet të kundërshtoj. Atëherë si fillim, kundërargumenti juaj lidhet drejt për drejt me fenomenin greenwashing, i cili është ajo çfarë unë do të shtjelloj. Greenwashing referohet këtyre kompanive që u përmendet, të cilat hiqen sikur ndjekin praktika të cilat janë miqësore me mjedisin, por në fakt nuk i realizojnë ato. Duhet të theksojmë se teknologjia nuk e ka të nevojshme të detektojë nëse informacioni që jepet është i saktë, pra është në përputhje me mjedisin dhe është ekologjik ndaj tij. Ajo vetëm e grumbullon këtë informacion dhe ja paraqet atë në mënyrë bruto të gjithë përdoruesve të saj. Në vitin 2022, Komisioni Evropian sipas një raporti vërtetoi se vetëm 42% e këtyre kompanive janë në të vërtetë ekologjike dhe pjesa tjetër zbaton fenomene të greenwashing, pra përgënjeshtron konsumatorin për produktet që ato shesin. Gjithashtu, një studim tjetër i Green Market vërtetoi se këto kompani fitojnë dhe çmime të cilat nuk janë reale dhe dëmi që atyre i bëjnë mjedisit është shumë më i lartë se sa ato pretendojnë. Në këtë situatë lind pyetja se a është teknologjia dhe roli i saj kaq i rëndësishëm për ekonominë qarkulluese, apo është thjesht një mjet i cili përgënjeshtron klientët. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Algesa dhe vi nga Gjimnazia Abbas Shehu. E vlerësoj mendimin tënd, por nuk jam dakord me të, sepse paketa digjitale për qarkullimin e madrave dhe rrjetet sociale arrin të influencojnë konsumatorët mbi ekonominë qarkulluese dhe të ndërgjegjësojnë ata mbi përdorimet që ajo ka, përfitimet.
Mund të themi një rast shumë konkret që aplikacionet si për shembull Facebook Marketplace ose OLX-i që rrisin përdorimin e sendeve të dorës së dytë duke nxitur kështu ekonominë qarkulluese në nivel konsumatori. Gjithashtu dua të veçoj dhe faktin se përdorimi i rrjeteve sociale ndihmon dhe në uljen e nivelit të ndotjes së ambientit dhe taksimit, gjë që influencon përmirë si prodhuesin dhe konsumatorin ashtu edhe ekonominë qarkulluese. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Mesera, të falenderoj për argumentin tënd, por më duhet të kundërshtoj. Së pari ne mund ta shohim vërtet që teknologjia përdoret për ndërgjegjësimin masiv të popullatës, e megjithatë mjafton të dalim nga ky lokal dhe do të shohim që mbeturinat ndodhen të hedhura në rrugë dhe jo në koshat e plerave. Për të kaluar tek argumenti im, teknologjia çon në rritje të kostove për produktet e thjeshta. Pse? Së pari sepse harxhon më shumë burime nga çështjet e nevojshme, i bën ato më pak të qëndrueshme dhe cënon parimin themelor të ekonomisë qarkulluese. Sipas fondacionit MacArthur, në fakt përdorimi i çipave për paketimet për të gjurmuar gjatësinë e tyre e rrit koston me 30 deri në 40%, duke i bërë ato më pak të aksesueshme për pjesën më të madhe të popullatës. Atëherë lind pyetja, si mund të themi ne që teknologjia nuk përbën as pak rrezik për ekonominë qarkulluese, por edhe për popullatën gjithashtu? Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë quhem Eva Beca dhe vina gjimnazia Abbas Sheu. E respektoj mendimin tuaj, por unë mendoj se argumenti më shumë i fortë se juaj dhe po e lidh atë me një shembull që është printimi 3D, i cili mund të reduktojë mbetjet e materialit të prodhimit. Fakti është se ky lloj printimi redukton përqindjen e mbetjeve në raport me materialet e prodhimit nga 30 deri në 90% në 5%. Gjithashtu, në Institutin e Inovacionit, printimi 3D ka çuar deri në 70% ulje të mbetjeve të komponenteve të ndërlikuar, që është një arritje shumë e madhe. Vlen për të përmendur edhe se këtë teknologji e ka implementuar dhe kompania e avionëve Airbus për krahët e tyre. Pra, teknologjia nuk është një rrezik, por është një mundësi shumë e madhe për ekonominë qarkulluese. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Gledis Hajdina, i falenderoj Evën për argumentin e dhënë, por më duhet ta kundërshtoj. Atëherë në radhë parë, printimi 3D do një kosto shumë të madhe dhe ka një çmim që nuk jo të gjithë mund të jetë, domethënë, afërdueshme nga të gjithë. Por transicioni nuk është vetëm ekologjik, por edhe kulturor. Transicioni një mendësie në një të tillë që kërkon dorë më dorë me parimet e ekonomisë qarkulluese është po aq e rëndësishme sa përdorimi i teknologjisë avancuar. Sado e avancuar dhe efikase të jetë teknologjia e ofruar, pa edukimin mbi riciklimin dhe ripërdorimin na mund të jetë ajo vërtet e shfrytzuar dhe efikase. Dhe sipas studimeve të vitit 2023 të OECD thotë që rreth 60% e qytetarëve në shtetet e përparuara nuk e përdorin riciklimin pavarësisht të gjitha teknologjive dhe mjeteve disponueshme që ofrohen për qytetarët. Pra mund të jetë teknologjia një ndihmës në ekonominë qarkulluese pa çrënjosin e mendësisë së ekonomisë lineare. Dhe fundja doja ta përfundoja me një shprehje që thon francezët. Changer le monde commence par changer soi-même. Ndryshimi i botës nis nga ndryshimi i vetvetes. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Manuel Vreka nga Gjimnazia Abbas Sheu dhe në vijat përgjithshme donim që ta trajtonim ekonominë qarkulluese si një model i cili arrin të reduktojë mbetjet dhe të ulë nivelin e tyre. Një aspekt se si teknologjia ka ndihmuar reduktimin e mbetjeve është me anë të materialeve të biodegradueshme. Siç mund të marrim një shembull shumë të qartë, kompania e mobiljeve IKEA ka përdorur ambalazhimet e produkteve të tyre me anë të një materiali të biodegradueshëm i cili është miceliumi. Pra, një lloj kërpudhe në strukturë fizore e cila në më pak se 80 ditë arrin që të dekompozohet totalisht nga mikroorganizmat. Ky është një rast shumë i mirë dhe një përdorim më i mirë se sa polieteni ose plastika që zakonisht kompanitë përdorin. Gjithashtu në Amerikë që prej vitit 2020 është implementuar me ligj ky lloj rregulli dhe Amerikën e ka ndjekur një rritje shumë e madhe ekonomike në këto 5 vitet e fundit, nga 12.2 miliard dollar në GDP deri në 31.5 miliard dollar. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Malta Parlaku dhe jam folëse e fundit e Anës Pro. Falenderoj Anës kundra, më falni. Falenderoj Anën Pro për argumentat e dhënë dhe si fillim ritheksojmë se ato çfarë ne tham janë fakte, jo mendime. Ne vazhdojmë të moshojmë Anës kundra me argumentet e lartë përmendura nga grupi ynë, si roli kulturor e ekologjik i tranzicionit, rritja e kostove, vështirësinë në riciklimin e mbetjeve, varësia nga burimet e rralla e të tjerë. Teknologjia shpesh paraqitet si shpotimtar, por ajo nuk i zgjidh problemet, por thjesht i paketon ato më bukur. Kemi kuptuar se kohët e fundit ajo mund të na ndihmojnë edhe me riciklimin, por
Konsumi është rritur si kur më parë. Pajisje të reja çdo vit, një aplikacion për çdo funksion, një iluzion i vazhdueshëm progresi. Dhe ndërsa flasim për ekonominë qarkulluese, teknologjia është gjithçka përveç se qarkulluese. Siç thotë Sokrati, një jetë e pa analizuar nuk ja vlen të jetohet. Dhe ndoshta një teknologji e pa analizuar nuk ja vlen të përdoret. Në fund, ne nuk po citojmë se teknologjia nuk duhet të ekzistojë, por se varësia jon verbruese ndaj saj po krijon një botë që përqendrohet kudo përveç se në përgjithësi. Faleminderit. Mirë, faleminderit dy skuadra. Një dorë të tjetër. Uroj që ta keni shijuar debatin e parë, ndërkohë që e gjithë pesha për sa i përket debatit që do të ndjekim do t'i takoj të dy liderave të skuadrave. Në këtë rast do të kemi një përballje midis Emanuelit dhe Gentianit për një nga temat e spontane, teme që janë këtu. Me qënë se në rastin konkret për zgjedhjen për qëndrimit do t'a bëj skuadra e Sami Frashit, tema do t'a zgjedhë Juria, apo jo? Shumë në mbetet, që që një nga zarfët. Aroj, me qënë se i vetëmi. Oke, e zbulojmë temën. Tema do t'jetë, angazhimi të rinjve në politik, bërjen lokale është justifikuar. Oke, e lexojmë edhe një herë temën. Angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Kjo është tema për sa i përket debatit të liderave. Ju e dini në këtë debat do të keni të drejtën e fjalës për 4 ndërhyrje nga 2 minuta maksimalisht. Është e qartë tema për të dy liderat. Në rregull, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Po, më fal. Po. Urdhëro. Kundër. Kundër, pra, do të jeni prapë në këtë debat të dytë. 7 minuta kohë përgatitore.
hapet me Mark Aurelin si filozof, më lejoni të përmend një shembull konkret të djalit të tij, pasuesit le të themi të Fronit, i cili quhej Komodusi i ri, i cili në fakt historia e njohi si një lider të dështuar. Nga ana tjetër le mos mbështetemi shumë të shembuj nga historia, pasi ngelet të dëshkuaren dhe bota në farë mënyrë ka nevojë për lider të rinj dhe për reforma të reja, të cilat mund të sigurojnë implementimin e këtyre politikave në shkallë më të qertë dhe më të sigurt. Nga ana tjetër, a mund ta krahasojmë arsimin në Shqipëri me atë të Cambridge, të cilit ju referuat, pasi nëse konkretisht ju referohemi politikë bërjes lokale në vendin tonë, nuk mund të krahasojmë apo lokalisëm ose marxizëm si me do të shëndet në bashkë shkuar konkretisht nga ana tjetër Afrikë, do të thotë ka marxizëm, janë nisur me materiale që akvizuar ose lirin e është austratë se është nga ana tjetër do të thotë me armë bashkë në psikologjisë ekziston studim për tojnë shmi neuroigrojnë në fantazia hospital praktika ka gjendë historike ka qenë një kushtim që organizmi vendor ose dalë moshën të vjeçë dhotë shpikë i kapacitetit të moshës 25 vjeç të katërin dhe kjo i bën një farë mënyrë jo të dukur për moshën familjare. Jo më situata që prekët frymën e re në politikë bërë. Frymën e politikë bërë vjen me marrë dhe shembuj nga bota jashtme, e cila për ne ka qenë shumë e panjohur deri në vitet 90. Dhe le të marrim le të themi që shumica e politikanëve tanë që kanë filluar të bëjnë politikë pas viteve 90 janë jashtëzakonisht ata. Janë shumë të prakur, janë të konsumuar dhe që mund ta shohim kjo sistemi i keqëverisjes që ti më përmende pak në edukim, por dhe shumë gabime tjera që politika shqiptare po bën, ku nuk do të futem sepse nuk dua që të mbaj asnjë politike, vjen nga disa politikanë të cilët janë të konsumuar dhe gjithashtu kanë bërë marksizëm në shkollë, që është gjë kryesore, dhe janë të ushqyer me atë mentalitet. Ju gjithashtu prekët pak edhe ose krahasuat sistemin universitar dhe edukimit të Cambridge dhe të Harvard krahasuar me Shqipërinë, ku do thoni që nuk ka një nivel të prapër, dhe është një nivel shumë i lartë. Gjithçka ka një fillim. Çdo rrugë ka një fillim dhe çdo ide e re nga zero. Nga zero dhe ndoshta nuk jemi akoma në nivelin e duhur me edukimin e Cambridge ose të Harvardit, po asnjë prapë nuk jemi. Një shembull shumë i qartë jemi dhe ne. Gjimnazia Pasqeu, cili kemi për të parë që vim këtu dhe nëse do të shkojmë me mendimin që ne nuk jemi në një nivel me Cambridge-in ose ne nuk jemi në një nivel me Sami Frashin, nuk do të kishim hartë fare këtu. Gjithashtu, le të jemi pak më konkret, shembujt e politikë bërjes. Shembujt e politikë bërjes në Shqipëri ose edhe në Francë ose në Kanada ku lideri botror është relativisht moshë e re. Ne nuk do të marrim vetëm moshë të re, themi 18, 19, 20 vjeç, sepse siç ata diu deri në 18 vjeç vazhdoj të respektoj qëndrimin tuaj, por sërish më duhet të kundërshtoj nisëm nga fakti që përmendni se fillimi, le të themi, ndoshta për vendin tonë në Shqipëri mund të jetë i vështirë, por një fillim i vallë dhe i sërçatur për mendimin tim është një fillim deri fundit dhe nuk ja vlen të merret në konsideraci një piknisë apo një hapëri apo një hap, le të themi mirëfill drejt të zhvillimeve të mëtejshme dhe do doja që të shkëputeshim pak pjesa e arsimit, pasi duket se u sërçat dhe e konsideroj si detalin ka tema, duke qenë se po debatojmë për politikë bërën konkretisht nga ana të rinjve, kështu që do të vazhdoj pa humbur kohë me argumentin tim të rrallës, secili thotë se të rinjt janë lehtësisht të manipulueshëm, çka do thotë se në rrallë të parë interesi i tyre për të marrë pjesë në le të themi platforma të ndryshme apo interesa të ndryshme që shfaqen ato si hobi apo pasione personale, shpeshherë vjen i luhatur. Ata janë lehtësisht të manipulueshëm dhe shpeshherë nuk shfaqin interes në politikë bërë apo në këto profesione le të themi që i konsiderojnë një farë mënyrë si të mërzitshme, por edhe nëse shfaqin interes, konkretisht ato korruptohen lehtë dhe udhëhiqen nga paraja si në sistem i cili në fakt ne e shohim edhe me mjaft shembuj konkret në ditët e sotme ku shohim mjaft të rinj të cilët manipulojnë lehtësisht edhe një farë mënyrë influencojnë nga të ardhurat për visionin e tyre në të ardhmen, nëse për fundit do të prekte pjesën apo kuadrin e politikë bërjes. Nga ana tjetër, le të themi edhe informacioni që këta të rinj po marrin në vija të përgjithshme i cili është shumë i rëndësishëm për formimin e tyre intelektual, nuk është i mjaftueshëm dhe shpeshherë nuk është i duhur, pasi shpeshherë të rinj përdorin si burim kryesor të informacionit të tyre media sociale, përdorin platformat të inteligjencës artificiale që shpeshherë të le të themi të japin informacione të rrema apo jo të çifikuar nga websajtet të duhura, duke qenë se këta të rinj po ushqen vazhdimisht me këtë formë informative e cila nuk është e verifikuar, atëherë ç'mund të themi për formimin e tyre politik dhe profesional, ç'mund të themi gjithashtu për formimin e tyre intelektual, për nga aspekti i politikë bërjes në rang lokal apo vendor. Nga ana tjetër do të përmendja një statistikë që i referohet konkretisht vendit tonë, ku 42% të zgjedhjeve vendore që u bën këtë vit ishin një përfshirje e tërpopullsisë në procesin e votimit. 42% e tërpopullsisë, imagjino se sa pak ishin prej tyre të rinj. Faleminderit. Përshëndetje. Doja që t'i jepja dhe le të themi një rast konkret. Le të shohim këto ndërtesat edhe këto rrugë dhe shumica e njerëzve të cilët janë të rinj në këtë rrugë që po kalojnë. Nga ka ardhur ky zhvillim i Tiranës që prej viteve 90 deri sot? Nëse ne do të vazhdoni me ata njerëz në politikë të cilët janë edukuar në mënyrë të tillë, por gjithashtu të kanë një mentalitet shumë të vjetër, shumë komunistë atëherë përse do të ishim akoma në gjendje që ishim para 30 viteve. Përtej kësaj le të marrim edhe një rast tjetër
shumë të qartë tek fakti që ju tha për procesi I zgjedhjeve vendore. 42% arritën që të votonin. Pse mendoni ju se numri votuesve ka qenë kaq pak I ulët? Ishte mos edukimi I të rinjve apo influenca e brezit të vjetër në to? Gjithashtu përveç procesit votimeve ndoja pak të prekja aktivitetet shumëta që kanë mbuluar Tiranën këto vite si Summiti Evropian ose aktivitetet tjera të cilët kanë pasur shumicën e kohës një audiencë mjaft të re. Le marrim dhe shembullin tonë, ne po organizojmë një konkurs ose një aktivitet që përfshin të rinjt. Nëse vit të bëjt, nuk do të na besonte neve, të cilë jemi mosha relativisht të re, 17, 18 ose 16 vjeç, neve nuk do të besoheshim për të arritur të bëjmë një debat kaq të fortë. Nëse ne nuk do të arrijmë që të mësonim diçka në këtë debat, atëherë nëse ne arrijmë që të bëjmë një debat të fuqishëm me një tjetrin, pse nuk duhet të arrijmë që të bëjmë politikë bërje të mirë? Politikë bërja është debat në fundit. Është argumentim dhe është le të themi argumentim për të bindur tjetrin që të ketë mendimin tënd. Mendimi I mund të sytë dikujt mund të jetë gabuar ose mund të jetë drejt, ama fuqia për të argumentuar për një politikë bërje të ri, të re, të mirë. Dhe rinia ka gjithashtu një fuqi zakonisht të madhe për të argumentuar. Faleminderit. Do t'ja nisja fillimisht me një pyetje, që kompetenca duhet të zgjatëtojë njëri sipas jush për të qenë afër politikë bërje, dhe së dyti duke qenë se vazhdoni të mëshoni të fakti se politikë bërje në Shqipëri bën katërin, kur pak më parë ju përmendët se ishin të vjetra ata që ndërtojnë Shqipërinë, duke qenë se në parlamentin tonë mund shohim që përgjithsisht përbëhen nga individ të moshës së dytë apo të tretë që janë relativisht të pjekur nga kjo pjesë e formimit të tyre intelektual dhe politik, që nuk duhet ta mohojmë. Nga ana tjetër do të shtoja edhe pjesën e një argumenti për ta lidhur pak edhe me filozofinë për të shkëputur pak nga pjesa le të themi e debatit kritik, duke qenë se ju përmendët se ne si të rinë jemi pjesë e debatit, por ju theksoj se jo vetëm debati përfaqëson atë kuadrin maksimal që duhet të zotërojë njëri I për të qenë I gatshëm për të marrë pjesë në politikë bërje. Fausti, një shembull konkret nga filozofia apo letërsia, vetëm kur ishte në moshë të plakur, pasi studioi për vite të tëra filozofi, jurisprudencë, teologji e tjerë, arriti që më në fund të jepte kontributin e tij në dobitën e njerëzimit, por jo në moshë të re. Përkundazi ai edhe në moshën që ishte nuk ndjej gati apo I dobishëm apo I volishëm le të themi për të dhënë kontributin e tij, çka do thotë se të rinjt akoma mbeten të pa le të themi të pa mjaftueshëm përmes konceptimit të tyre intelektual për të marrë pjesë në politikë bërje lokale. Nga ana tjetër për të bërë edhe pak komisëm në një farë mënyrë shumica e të rinjve kanë frikë të japin edhe porosin në një restorant e lërë më pas të marrë pjesë në politikë bërje. Dhe më lejoni të përmend se mosha e cila demokracia apo këto sisteme e ligjvëndëse, kushtetuese dhe ligjvatuese kanë vënë apo kanë parashikuar si moshë ideale për votimin e të rinjve apo angazhimin e tyre në politikë bërje është 18 vjeç. Dhe kjo moshë nuk është kohë, është vendosur sipas një analize të gjerë e të gjatë nga ana e të dyja palëve si ata palës politike të shëlluar por edhe më gjerë. Dhe këto forma rinore që përmendët, ju theksoj se nuk janë mjaft efikase dhe se të rinj vazhdojnë të jenë lehtësisht të korruptueshëm, duke qenë se edhe prindërit e tyre, si që e përmendët që influencohen shpesh nga familja, përbëjnë një ndikim në korruptimin e tyre për sa I përket pikpamjen politike, që I bën ata sërish të jo të gatshëm për politikë bërje. Faleminderit. Faleminderit të dy djemve, si Emanuelit ashtu edhe Gjetja, një duar tërkitje për të dy lider. Tani është momenti që juria të mditet, bëj diskutime dhe debat pse jo me njëri tjetrin për të vendosur se cila do të jetë skuadra që do të kalojë në fazën tjetër. Do shihemi pas pak.
rezultatin përse i përket shkollës që do të vazhdojë garën për në ridebate, kampionatin kombëtar të debatit. Është momenti që juria të marrë fjalën dhe të jap padyshim komente apo sugjerime dhe pse jo këshilla për debatin tjetër, kujdo shkolle që do të kaloj këtë fazë. Nuk e di kush do ta marrë fjalën i pari. Shumë faleminderit. Na keni përcjell shumë pozitivitet. Jam shumë e kënaqur që ta shikoj Abbas Sheun për herë të parë në ridebate. Për mua është hera e viti 3 besoj që marr pjesë. Edhe është kënaqësi. Edhe është kënaqësi të shikoj sërish Samiun në këtë fazë. Faleminderit për pozitivitetin, edhe faleminderit për respektin, do të thoja unë, që keni treguar edhe me njëri tjetrin në komunikim brenda ekipit, por edhe me ekipin kundërshtar. Është nga ato elementet që na mungojnë në debatet në jetën reale në televizion, kështu që e çmoj edhe vlerësoj shumë. Faleminderit. Unë do ndalem pak në 2-3 këshilla nëse do më lejoni, sepse ky është vetëm debatet e para që do keni dhe do të jenë të shumë përgjatë të kohës që do vi. Ju duke u rritur edhe do rritën dhe përgjithësitë dhe debatet. Do t'ju kërkoja që të jeni shumë vëmendshëm sa herë bëni research edhe merreni me tema, që përveç se të kërkoni informacionin që patjetër që duhet, është shumë e rëndësishme ta përvetësoni, të jetë pjesë e juaj. Ndryshe teknologjia dhe gjithë informacionin që marrim çdo sekond, nëse nuk përfititet dhe nuk bëhet jone, atëherë na praktikis në momentin që na duhet më shumti. Është shumë e rëndësishme që momentet historike të Shqipërisë kryesisht, siç është rasti i komunizmit, të ndaleni dhe të kërkoni sa më shumë edhe mësuesve dhe profesorëve tuaj që t'ju japim sa më shumë informacione. Është shumë e rëndësishme që të njohin të shkuarën, ta njohin mirë dhe mos bëjmë gabime, sepse një pjesë e mirë e fenomeneve që do të zbuloni edhe kur të rriteni më shumë, shkoni në universitet dhe në punë, do kuptoni që kanë rënë pikërisht në këto 45 vjeçarin, kështu që do ju kërkoj që të jeni shumë vëmendshëm dhe mos t'i mësoni përciptazi këto elemente dhe mos bëni gabime. Rëmoni sa më shumë te ky moment. Do t'ju propozoj të dyja apajve dhe t'ju thoja që keni qenë shumë të mirë dhe secili që kalon fazën është sepse kështu është kampionati, por është e rëndësishme që mos ndaleni vetëm tek ky debat. Faleminderit. Faleminderit shumë që na bë pjesë një herë të këtij takimi e këtij debati sot. Unë ndoshta kam pak më shumë emocione se ju, ndoshta, edhe po doja të bëja 2-3 komente. Për sa i përket debatit të dyja debateve, doja të thoja që të dyja skuadrat kishit bërë një research shumë mirë, edhe keni dhënë argumenta dhe dëshmi të plota. Njëra nga skuadrat kishte shtjellim më të mirë edhe tjetra gjithashtu. Një pikë tjetër që doja të caktoja është që në një moment pas në debatet kur merrni të fjalën, përdorni të fjalën kundërshtoj, edhe kjo fjalë kundërshtoj, unë kam studiuar për psikologji edhe kur fillohet me këtë fjalën kundërshtoj, ndjell disa ndjesi jo të mira, jo pozitive, por nga një anë tjetër, ndoshta është edhe piknisja e fjalimit tuaj dhe e poziciononi qartë se me cilën argumente do vini, domethënë gjatë arsyetimit dhe dëshmive tuaja. Kështu që ndonjëherë mund të ndihmoj, por edhe ndoshta ndonjëherë krijon ndjesi jo të mira. Do të thoya për stilin e komunikimit, gjithë secili e ka shumë personal, edhe audiencës që ju i drejtoheni në disa raste, gjithë secili do atashohet apo do gjej veten tek ju sipas formave caktuara, po në një kundërshtrim përgjithshëm. Vlerësohet që komunikimet tuaja apo ato çfarë thoni të jenë sa më qarta edhe të jenë ndonjëherë më të ndajta që secilës prej audiencës që ju drejtoheni ta ketë të lehtë ta kuptoj atë që thoni. Në një prej skuadrave pash më shumë punë grupi edhe punë ku ishit gjithë bashkë dhe punonit për atë që thoni, dhe një nga skuadrat kjo mungoi pak, kam përshtypjen. Te një nga debatet kam përshtypjen tek, nëse prezentoj shumë, okay. Te një nga debatet, domethënë ku ju flisni për një target group shumë gjerë, siç janë të rinjt. Në disa prej komenteve më duken pak fjala denigruse është e madhe, po më duken sikur dëshmitë apo arsyetimet që thonit nuk mund të ishin aq përgjithësuara edhe nuk mund të ishin aq drejt për drejta, ndërkohë që arsyetimet që mund të bëni pavarësisht se mund të kenë atë
mund të kenë atë ide të përgjithshme, mund t'i shprehin me fjalë tjera, sepse kjo do bëjë që grupi që u dëgjon do të ndihet më mirë, do e marrim më mirë mesazhin edhe nuk do ndihet keq. Ndoshta në disa debate ju do duhet të flisni për target grupe që mund të jenë shumë sensibël për atë që dëgjojnë për veten e vet. Kështu që shumë e vlerë që ju t'jeni me fjalë jo të përgjithësuara dhe sa më pozitive të shprehura në mënyrën sa më të mirë. Pak a shumë këto ishin komentet e mia, edhe ngelet tani që shpallim atë skuadrën që kalon fazën. Ma ka lënë mua këtë detyrë të vështirë, më të emocionuar, por që nuk e di kush do ta bëjmë tani apo Oh my god. Okay. Nuk do I themi pikët, po antarët ne kishim diskutime, por të gjithë shkonim drejt të njëjtit mendim, me diferencë shumë ngushtë edhe pikësh edhe ndryshimesh në mendimet tona. Kështu që duke vlerësuar gjithë punën e grupit, edhe gjithë argumentet, dëshmitë që sollën, për dyja shkollat ishin shumë të mira, por kemi vendosur që këtë fazë ta kaloj në shkolla Sami Frashi. Shumë faleminderit. Po patjetër. Pra, shkolla që do të kaloj në fazën tjetër, sigurisht se tha dhe Julia Sami Frashi, shumë faleminderit shkollës Abbas nga Tepelena që erdhi nga kjo rrugë e gjatë dhe u bë pjesë për herë të parë fizikisht e këtij kampionati, një duar trokitje për ta. Dhe Denata për Abbas që keni qenë shumë të mirë dhe lideri ka qenë ju ka përfaqësuar shumë mirë, kështu që jam I sigurt që herës tjetër do të rregulloni edhe ato 2-3 gjëra që do duhet për të vijuar dhe për të patur ndoshta edhe më shumë në këtë rrugtim. Faleminderit. Mirë, besoj se kjo është një ftesë shumë e mirë për të qenë pjesë e kampionatit edhe në edicionin e ardhshëm, kështu që shumë faleminderit për performancën edhe për atë çfarë ju dhat në këtë fazë. Nuk është të thjesht të kalosh në 16, jeni midis 35 shkollave, ju keni arritur në këtë fazë, kështu që është vërtet për të vlerësuar edhe për të komplimentuar. Faleminderit edhe një herë.